Mësojeni fen, vjen ditë e kiametit ta nxjet për fyti fëmia, që o Allah, s'm ka mësu baba. Prandaj prindi, pastaj prindi, lyp respekt fëmijës. Ka shku te Omer radhiyallahu anhu njëri dhe po ankot ja Emirul Mu'minin, djalis po më respekton. E thirrë Omer radhiyallahu anhu djalin se ka qenë i drejt. Ka thonë hajde të shojë ma për ne me, tha po, nuk për respektoj. Pse? Tha nuk më ka eduku me respektu. Kër e ka pas kohë me eduku, prandaj, ju që lypni respekt, edhe ata që kanë me lyp respekt, ju matri që kina lot vegjel fëmit. Edukoni para se me lyp, dush mi dhanë para se me lyp. Ti te are që e ki arën e kelon thera, po shkon masën e për merë kombajnë me kor grunin, ka, ku pëtën me kor grunin, ti e kelon thera, a ke dhanë, a ke mjellë, a ke dhanë më jo, që shpo lyp tash me kor grunin, ara keqe, nuk ara keqe. Ti ke qenë bujk i keqë që nuk e ke mjellë. Po lyp respekt fëmive, po vjen të hoxha, vallahi ladhim kompresion, prej moshave mat vjetra. Hoxha falë, si e të folë për respektimin e prindërve, e këqyri. Mi thonë, o ti, unë të në gjabet që që sjellë ti me fëmijët e tu. Tash po lyp respekt? Tash po lyp respekt? A për bjen ke dështu me djallin, a për bjen nipin edhe mesën në gjami? Me këqyra kom së besim.